Teknologjia sot ka dhënë informacion mjaftueshëm, por sikundër edhe ka dëmtuar, sepse fëmijët në moshën e adoleshencës jo gjithmonë arrin të kuptojnë informacionet që duhet të përzgjedhin dhe zakonisht tek vajzat më ndodh që bëjnë dieta fshehurazi prindërve. Dhe një ndër rregullat që un kam është se asnjëherë nuk pranoj në klinikën time fëmijë deri në moshën 18 vjeçar pa prindrit, sepse ata nuk janë koshient për ndryshimet që duan të bëjnë eksperimentime të cilat dëmtojnë shëndetin e tyre, kalojnë në anoreksi, kalojnë në bulimi dhe çrregullime të tjera të ushqyerit që kthehen edhe psikologjike. Kështu që patjetër që teknologjia i ka ofruar shumë, por ama edhe i ka dëmtuar sepse i bëjnë fshehurazi prindërve, madje bëjnë vërtet metoda ekstreme të dietave, të çajrave, të pinë uthull, kam dëgjuar që pinë cigare në mëngjes në mënyrë që t'i krijojë oreksi. Pra, çfarë nuk dëgjon nga adoleshentët sot, edhe duhet vërtet monitorim i rrjeteve sociale nga ana e prindërve.